Në këtë mënyrë do të largoni gërvishtjet nga syzet tuaja. Nuk ka asgjë më të keqe se sa të gërvishtni syzet tuaja të shtrenjta dhe të bukura. Mjafton një lëvizje e gabuar ose një rënje dhe gërvishtet xhami. Zgjidhja është në këtë rast, nuk është të blini lente të reja, por të përpiqeni të largoni gërvishtjen e bezdisshme që ju pris shikimin. Nëse nuk jeni në humor që t'jepni para dhe të zhvendësoni syzet tuaja, ka mënyra se si t'i bëni ato si të reja. Një zgjidhje është edhe pasta e dhëmbëve. Fërkoni butësisht pak pastë dhëmbësh në xhama me një leckë. Ku ka një gërvishtje, bëheni këtë me lëvizje rrethore, shplaheni me ujë të ftohtë dhe përsëriteni të njëjtën procedurë nëse gërvishtja nuk është zhdukur. Një mënyrë e dytë është soda e bukës. Bëni një përzierje pak ujë me sodë buke, përzierjen e përhapni dhe zhysni në një top pambuku. Fërkoni gërvishtjen edhe më pas shplahni edhe syzet tuaja me ujë të ftohtë. Mund t'i bëni këto sa herë që t'jetë e nevojshme, bëhet gjithmonë fjala për gërvishtje të lehta, pasi ato të rënda kërkojnë zhvendësim të lehtë.